tani nuk më duhet më dhe pastaj është shumë e rëndë. Dhe unë këm ngull mbaje ti. Sa po të thash që nuk e dua. Oh. Çfarë emocioni? Nesër do të shkoj në atë shpellë dhe do të ndes qiririn tim. Kush e di nëse dëshira ime do të serial do realizohet. mundësua nga Shqip Kinema, na ndiqni për episodet në vazhdim vetëm në Shqip Kinema. Përshëndetje Kajto. Isha e sigurt që do të të gjeja në plazh. Lucia, por... Çfarë ka ndodhur? Nuk është e mundur. A ndihesh mirë? Hë? Po, unë jam mirë. Më thuaj, përse ke ardhur këtu? Nuk ke çfarë të bësh tjetër. Nuk e di ndonjë gjë me shoqet e tua ose detyrat. Mos vallë nuk arrin dot që të rrish larg meje, kështu është. Shiko, të kuptoj. Jo, gabohesh. Unë gjithmonë kam shumë gjëra për të bërë. Nesër do të shkoj te shpella e Sirenës. Me të vërtet? E njoh legjendën e asaj shpelle. E çuditshme. Nuk e prisja kurrë që ti ta dije. Po, natyrisht, sepse është diçka për vajzat të dashuruara. Çfarë do të thuash me këtë? Nuk po të kuptoj. Oh, E marrë të mira, çfarë resh. Një vend të vogël për të streuar. Zito, eja me mua. Më prit, Kajto. Kam ftohtë. Të lutem, duhet të veshësh me njëherë diçka të thatë, për ndryshe mund të marrësh ndonjë të ftohur. Ja ku e ke peshqirin tim. Faleminderit, je shumë i sjellshëm. Po tani çfarë të bëj? Sa inat më vjen, nuk kam fat fare.